Në ka ndodhur diçka paranormale, kemi qenë duke ndëjtur me shokët bashkë dhe po të tregonin disa histori të frikshme dhe në fillim menduam se mos e kishim nga frika, pastaj fillum dëgjojmë në muzikë nga dhoma tjetër, edhe pse nuk kishtim hapur muzikë dhe asgjë nuk ishte në prizë. Dritarja e dhomës që është me shinë u mbyll nga hiçi dhe gjatë gjithë natës dëgjonim zëra nga dhoma tjetër. Jo, nuk duhet të ishte fiksuar në këtë lloj situate, por duhet të kishte lexuar Kur'an. Po të lexojsh Kur'an, po të vendossh Kur'an, po të vendossh surën El-Bakare, do të largoheshin xhinët dhe shejtanët. Normalisht kjo shfaqje xhindësh. Pra xhindët, me që keni qenë në ato ujëra, të ngacmu, e kanë treguar veten që janë dhe ekzistojnë. Dhe kjo nuk është rast, dhe ky nuk është rast i rrallë, kjo ka ndodhur shumë shpesh me njerëzit, tregojnë në vende të ndryshme, sidomos në fshatra apo në mala apo në lugina, që njerëzit kanë gjua henge, kanë gjua kur kanë pas, ka pas asgjë, ose ju kanë gjujt me gur, kur kanë pas, ka pas asnjë njeri. Pra xhindët ekzistojnë, ne muslimanët e besojmë një gjë të tillë, kështu që ju duhet të vazhdojshit tremeshit, po të lexojshit Kur'an, të falshit namaz, të ta pastrojshit shtëpinë nga kjo zhurmë dhe atmosferë që ishte krijuar.